Ndërkohë që ka kaluar një javë nga hapja zyrtare e fushatës zgjedhore në vendin tonë, kandidatët politik në Malsinë e Madhe kanë nisur fushatat e tyre në mënyrë jo transparente për publikun. Përkundër rëndësisë që ka ky proces për banorët e zonës, pjesa më e madhe e kandidatëve po shmangin prezantimin e planeve konkrete dhe nuk po bëjnë publike premtimet që synojnë të realizojnë nëse marrin mbështetjen e votuesve. Kjo ka quar në zhvillimin e një fushate kafenesh, ku takimet dhe diskutimet zhvillohen në rrethe të ngushta dhe larg vëmendjes së medias apo pjesëmarrjes më të gjerë qytetare. Kjo çësje jo vetëm që e minimizon përfshirjen e qytetarëve në procesin zgjedhor, por edhe ngre pikpyetje mbi seriozitetin dhe gatishmërinë e kandidatëve për të përfaqësuar interesat e komunitetit. Banorët e Malsisë së Madhe drejtuar televizionit Kopliku përmes mesazheve po shprehin zhgënjimin e tyre për mungesën e transparencës dhe informacionit të besueshëm. Nuk di gjë për kandidatët, nuk ka takime publike, nuk ka ftesa për bashkëbisedim. Duket sikur kanë frikë për balljen me qytetarët për shkak të mosmbajtjes së premtimeve, apo sikur nuk kanë një program për të paraqitur. Shprehet një qytetar i zonës në redaksinë e televizionit Kopliku. Mungesa e transparencës dhe informimit të duhur për votuesit e Malsisë së Madhe janë errësirë lidhur me çellimin, vizionin dhe programet që kandidatët ofrojnë. Në një kohë kur transparenca dhe llogaridhënia janë thelbësore për një proces zgjedhor të drejtë dhe të informuar, kjo mënyrë e të bërit fushat rrezikon të dëmtojë seriozisht pjesëmarrjen e banorëve të Malsisë së Madhe në votime.